Fillojmë këtu edicionin ton informativ. Ngushtica e Hormuzit do të hapet shumë shpejt me ose pa përqimin e Iranit, deklaron Trump. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se ngushtica e Hormuzit do të hapet plotësisht dhe shumë shpejt me ose pa pashpunim të Iranit. Duke folur përpara gazetarëve, Trump u shpreh se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të rikthejnë lirinë e lundrimit në këtë rrugë detare kyçe për tregtinë globale. Ne do të hapim gjirin ose ngushticën, siç i quajnë ata, me ta ose pa ta, deklaroi ai duke referuar autoriteteve iraniane. Ai shtoi se situata do zgjidhet në një kohë shumë të shkurtër, do të ndodhë shumë shpejt, nëse jo do ta përfundojmë në një mënyrë ose në një tjetër. Sipas Trump, presioni ekonomik ndaj Iranit do të detyrojë këtë të fundit të riqet nga kufizimet e vendosura mbi kalimin detar. Ngushtica do të hapet automatikisht sepse Irani nuk do të fitoj para ndryshe, theksoi ai. Pra ju e keni dhe e dini, takimi shkoi mirë, u ra dakord për shumicën e pikave, por pika që kishte vërtet rëndësi, arma bërtamore nuk ishte. Duke hyrë me njërë në fuqi, Marina e Shtetet e Bashkuara më e mira në botë do të fillojë procesin e përjashtimit të gjitha anijeve që përpiqen të hyjnë ose të dalin nga ngushtica e Hormuzit. Në një moment do të arrijmë në një pas, të gjithë lejohet hyrja, të gjithë të lejohet të dalin, por Irani nuk e ka lejuar këtë të ndodhë, duke thënë thjesht se mund të ketë një minë atje diku, që askush nuk e di përveç tyre. Ky është shtat shkëmbim global dhe udhëheqësit e vendeve, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do shantazhohen kurrë. Unë gjithashtu kam udhëzuar marinën tonë, kërkoj dhe ndaloj çdo anije në ujërat ndërkombëtare që i ka paguar taksa Iranit. Askush që paguan taksat palishme nuk do të ketë kalim të sigurt në det të hapur. Ne gjithashtu do të fillojmë të shkatërrojmë minat që iranianët kanë vendosur në ngushticë. Çdo iranian që qëllon drejt nesh ose anijeve paqësore do të shkojë në ferr. Irani e di më mirë se kushdo si t'i jap fund kësaj situate që tashmë e ka filluar.